Sot jemi mbledhur në Prizren për të diskutuar për mobilizimet dhe narrativat antigjinore. Sidomos përshkruajmë mjedite të trendit të mobilizimeve antigjinore jo vetëm në Kosovë, por në Ballkanin Perëndimor dhe gjithashtu në disa shtete të Evropës. Dhe paraqet një shqetësim të jashtëzakonshëm, për atë arsye kemi diskutuar sot për këtë narrativ, të cilat janë në trendet në rritje. Ne kemi pa një rritje të këtij trendi, sidomos duke filluar prej vitit 2022 me kodin civil dhe po ashtu me shëndetin riprodhues, të cilat ka arritur me mobilizu masat. Dhe sot diskutimi është të shtrirë më shumë për me i kuptu këto narrativa dhe si mundemi me luftu një dukuri të tillë, të cilat do të ketë rritje më të madhe në të ardhmen. Është jashtëzakonisht e rëndësishme, ne sot e kemi pa dhe po ashtu kjo paraqitet prej studiusve të ndryshëm, të cilët mundohen me paraqit që këta po e mbrojnë familjen dhe zakonisht targetohen grupet minoritare. Këto mund të jenë minoritetet fetare dhe mund të jenë minoritetet seksuale dhe etnike. Dhe kjo paraqet një kërcënim të drejtë për drejtë vetë për këto minoritete dhe po ashtu e shohim që nuk ka një vedije të tillë për një kërcënim të caktuar dhe një diskutim i tillë sot e tregoj që këto diskutime janë jashtëzakonisht të nevojshme, mirë diskutimet duhen të shtrihen me një hapësirë ku ka debat në fakt dhe nuk ka antagonizëm të cilët jemi duke i pa në periudhën e fundit. Dhe diskutimi sot e tregoj edhe një herë sa të rëndësishëm është vetë si komunitet me ardhur dhe me diskutu këtë çështje.